I thëmë do t'ju kujtoj gjithmonë me madhë, deri sa t'jam gjallë, deri sa ditë e kjo nuk do t'ju harroj. Ditarin e kumajt, e kom shkru për babën tem. Pse zgjodhe gjuhën shqipe? Se gjithmonë kom shkru ditarin e kumajt, e kom shkru për babën tem. Ma kanë marrë fletorën, s'ma kanë dhonë mo. Se më prej klasës 4 kom shkru me fotografit babës tem, edhe këtu i kam në telefon. Unë e kur e shoh. Baba jot ka vdek? Ai ka vdek në moshën klasë 2 fillore. Ti ke qenë e vogël? Po, unë kam qenë e vogël edhe tash kur kom shku ma si kanë pa. Kur kom shku në shkollë më ka thonë një nxans, një shok i klasës, ty t'ka dek baba. Unë ja kom nisë me kajt. Edhe mësusi i klasës 2 ka qenë Sadik Aliu. Tha, kush t'ka thonë hyrje ty që t'ka dek baba? Tha se që tash jo, tha se babën s'ma ka mytë kë. Baba jem ka vdek nga Perëndia, nga e gjeli. Edhe se kum lon me rrinë zansin. Tane kursëm ka thonë kërkosh a ki baba, s'ki baba, heq. E tane e kum marrë atë farë, më kanë grit. Ma kanë hjek mërzien, sikur me hjek një setër e me lon jashtë. Molli për babajën të shtyju me shkru poezi, shkrime? Po, gjithë shka kum shkru për ta. Kom shkru edhe këtu i kam rrit fotografinë edhe në dhome kam. I thëmë do t'ju kujtoj gjithmonë me madhë, deri sa t'jam gjallë, deri sa ditë e kjo nuk do t'ju harroj. E kam aty në rame kam, se ajo më ka dasht mu mas shumë se djemë. E pse babë më ke dasht mu? Po ti e kon me vogla, së më të shke tjetër sen. E kështu që kryesorja gjithmonë një mërzit se baba jem atëre, kur e ka kry klasën e 8, e ka kry me 5 që krejt, me vullë të Shqipnis, a i ka punu. Edhe e falenderoj për shpirt tina që na kalon me pasuni, na kalon me shtesa, na kalon me rroga, se kimi një adert për mungesin e tina, sune kimi, ajo gjithmonë ka mungu, kur gjëse më, por jasë të zavëndëson, por ta hjek një derë që i blenë të gjitha edhe s'ka problem. Amo, a i na i kalon. Pasoni na i kalon edhe nona na ka rujt.